Përshëndetje nxënës të klasës së 9. Sot në London Gjeografi po ju njoh me dy tema të reja, të cilat janë: tema e parë, rajoni verior dhe veri lindor, pozita gjeografike dhe kushtet natyrore; tema e dytë, nën rajoni veri lindor, vazhdimi i tij. Kalojmë tek rezultatet e të nxënit të temës së parë. Nxënësi tregon dhe analizon në hartë pozitën gjeografike të rajonit verior dhe veri lindor. Identifikon shkaqet e diferencimit në rajone të rajonit verior dhe veri lindor, dallon veçoritë kryesore natyrore të rajonit verior. Kalojmë tek fjalët kyçe, të cilat janë: rajon, nën rajon, rezerva hidroenergjetike, larmi natyrore, minerale metalore dhe minerale jo metalore. Pozita gjeografike e rajonit verior dhe veri lindor. Ku shtrihet ky rajon? Ky rajon shtrihet në veri të luginës së shkumbinit të mesëm dhe vazhdon deri në kufirin shtetëror, verior dhe verilindor të Shqipërisë. Ky rajon është më i madh i Shqipërisë për sa i përket sipërfaqes. Në këtë rajon dallohen dy nënrajone, të cilat janë Alpet Shqiptare dhe nënrajoni verilindor. Alpet Shqiptare shtrihen në veri të lumit Drin dhe në perëndim të gropës së Tropojës. Alpet përbohen kryesisht nga gëlqeror, por dhe nga shkëmbim terigjen e magmatik. Në Alpet dallohen Blloqe, Malësi, kurrize malore dhe lugina, të cilat janë: dallohet bloku i Jezercës, që shtrihet në qendër të Alpeve dhe ka relief të thepisur dhe të lartë, me lartësi 2694 metër. Gjithashtu tjetër shtrihet Malësia e Madhe në veri perëndim të Alpeve, përbohet nga kurrize malore, Blloqe e Plaja dhe disa lugina. Lugina e Shalës dhe e Valbonës. Janë vendosur qendrat e banuara në këtë lugin, që janë Thethi, Bregu i Lumit, Ragami, Valbona e tjerë. Kurrizet malore midis lumit të Shalës dhe Valbonës ndahen nga lugina e Currajt. Malësia e Gashit përmendet për reliefin e ashpër, liçenet akullnajore, pyjet dhe kullotat. Klima është me verë të freskët dhe dimër të ftohtë, me ngrica dhe dëbor. Hidrografia shumë e pasur, lumet kryesor janë Shala, Valbona, Ceni dhe Kiri. Tokat janë pjellore në lugina dhe të varfra në shpatët e maleve. Bimësia dhe bota shtazore, rriten dushqet, halorët, ahu, kullotat alpine. Dallohen kafshët si ariu i Murmë, Macja, Rëqebulli, Derri, Dhia Egër, Shqiponja e të tjerë. Në rajoni verilindor, pozita gjeografike. Në rajoni verilindor shtrihet nga rrjedha e poshtme e lumit të Valbonës deri tek lugina e shkumbinit të mesëm. Dallohet Malësia e Hasit dhe e Gjakovës. Kjo malësi shtrihet në lindje të Alpeve shqiptare dhe vazhdon edhe jashtë kufirit shtetëror të Republikës së Shqipërisë deri në lugun e Dukagjinit. Tema 2. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi tregon në hartë njësitë fiziko-gjeografike të rajonit verilindor, karakterizon kushtet natyrore të njësive përbërëse të rajonit verilindor, diferencon njësitë fizike gjeografike nga njëra tjetra. Njësitë përbërëse të rajonit verilindor të vazhdimit. Kemi lugina e Drinit të Zi dhe e Drinit. Lumi Drin buron nga liçeni i Ohrit nga një lartësi mbi detare prej 695 metër, ndërsa del nga territori i Maqedonisë në afërsi të qytetit të Dibrës në lartësi mbi detare 476 metër. Gjatësia e përgjithshme e lumit është 149 km dhe brenda Maqedonisë lumi është i gjatë 56 km. Urat e shumta që lidhin dy briqet e Drinit të Zi i japin Strugës epitetin qyteti i urave. Lumi rrjet në veri në drejtim të qytetit të Dibrës në një zonë malore, ku pastaj shënon në pjesë të kufirit. Lugina e Drinit vazhdon nga gropa e Kuksit deri në vallën e Dejës. Ka relief me gryka të ngushta, ku janë ndërtuar digat e hidrocentraleve. Vargu i Korabit me lartësi 2751 metër. Malësia Puk Mirdit shtrihet midis Drinit në veri dhe Fanit të vogël në jug, midis luginës së Matit dhe Gjadrit në perëndim dhe Drinit të Zi në lindje. Nga njësitë e reliefit dallohen malet e Kushneshit dhe të Tërbunit, Krabi, lugina e Fanit të Madh, Fanit të vogël, gropa e Qerretit, Pukës dhe i Ballës. Vargjet e Lurës shtrihen nga lugina e Fanit të vogël në veri në luginën e Bulqizës në jug. Dallohet mali i Lurës me lartësi 2121 metër, mali i Dejës, i Balgjajt e të tjerë, lugu i Matit dhe vargjet e Skënderbeut. Shtrihen midis malësisë Puk Mirdit dhe vargjeve të Lurës dhe vargjeve të Skënderbeut. Gropa e Matit shtrihet midis gropa e Matit shtrihet midis pragut të Prosekut në veri dhe malit me gropa në jug. Vargjet e Skënderbeut shtrihen në perëndim nga valli i Dejës në luginën e shkumbinit të mesëm.
Shtrihet vargu Krujidart me lartësi 1612 metër dhe mali Skënderbeut me lartësi 1724 metër. Malësia e Martaneshit dallohet për përbërjen magmatike me të cilën lidhet minerali i kromit në minierën e Bulqizës, Krasës dhe Batrës. Malësia e Qermenikës përbëhet kryesisht nga shkëmbë terrigjent dhe dallohet për relevin e coptuar. Malësia e Gollobordës është e përbërë nga gëlqëror dhe ka pamjen e një plaje të valezuar. Për sa i përket turizmit në këtë rajon, kemi Parku Kombëtar i Lurës, që ndodhet liçeni i luleve, një prej liçeneve akullnajore të Lurës. Gjithashtu tjetër shtrihet Parku Kombëtar Zall Xhocaj, Parku Qafshtam National Park, Parku Kombëtar i Dajtit. Detyrë shtëpie keni rubrikën Mendo në mënyrë kritike në faqen 119. Pikën 2. Me anë të një diagrami vendi krahaso 2 nga 2 malësitë me njëra tjetrën. Malësinë e Hasit dhe të Gjakovës. Gjeni veçoritë dhe të përbashkëta ndërmjet tyre. Do të bëni tabelën dhe do të bëni pra krahasimin ndërmjet tyre në një fletë të bardhë. Detyrën e keni për sot. Të dashur nxënës, ky ishte mësimi për sot. Ju falenderit shumë për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.